2200 veta ishin të interesuar për protestën simbolike para deponisë Drislla, e në protestë ishin vetëm 10 aktivistë, e shumica prej tyre me vetura që ndotin, por kjo nuk është arsyeja kryesore e ndotjes, thot njëri prej aktivistëve, Dragi Zmijanac. Unë është smetame dhe ka mnogo problematično. Gjatë verës kemi faza kur në lokacione të caktuara ndoqja arrin në nivel të lartë me grimca të PM10 dhe PM2.5. E kjo ndodh kur qytetarët janë në pushime dhe kur nuk ka shumë vetura. Kemi probleme serioze, posaçërisht në këtë rajon, ku janë të vendosura Usje, Hekurana, Drislla. Importi i mbeturinave duhet të ndalet menjëherë, tha Arjanit Xhaferi e Kogerillës, nëse nuk duam që Maqedonia të shndrohet në një deponi të madhe. Edhe pse në Shkup u morën disa masa për të ulur ndotjen, ndotja nuk u ul. Të gjitha masat tjera për parandalim të ndotjes do të jenë kozmetike nëse nuk ndalohet importi i këtyre mbetjeve. Maqedonia nuk ka kapacitet për të përballur me sasinë e mbeturinave të veta, kështu që importi i mbeturinave nga disa shtete të Evropës lë dyshime për lidhje korruptive dhe implikim të mundshëm edhe të interesave mafioze. Jednostavno deponija kada što ne se meri dioksin, është shumë e thjeshtë. Deponi ku nuk matet niveli i dioksinit nuk ekziston në Evropë, por as në një shtet tjetër të zhvilluar në botë. Dioksini është pjesë e grupit të dotësve organik të vazhdueshëm. Janë pjesë e këtij grupi sepse jetëgjatësia e tyre është shumë e madhe, që do thotë një re që lëshohet në Drislla mund të shkojë deri në Barcelonë, por edhe Kanada, në varësi prej fuqisë së erërave. Thjesht ne nuk kemi sistem që mund të përgjigjet këtyre kërkesave. Ju thash që ne kemi rregullore për veprim dhe mbikëqyrje që nuk përputhen me realitetin. Deponi apo çfarëdo lloj tjetër i djegjes në temperatura të ulta si ato të Drissllës, që nuk mund as në ëndër të arrijë temperaturë më të lartë se 500 apo 600 gradë Celsius, ajo do të thotë lëshim të një numër të madh të dioksinave. Aktivistët pyetën se a kontrollohet Drisslla rregullisht dhe se a ka kontrolle të paparalajmëruara, por edhe kërkuan që t'i merret licencë investitorit italian, për të cilin thonë që nuk ka investuar asgjë. E sipas kryetarit të qytetit të Shkupit, Petr Shilegov, vendimi për koncesionerin e ri të Drissllës do të kemi gjatë këtij muaji. Vendimin e kemi marrë në fund të janarit të vitit të kaluar. Në lidhje me atë vendim, e thash edhe mbrëm, është formuar komision i ri për evaluimin e ofertave. Nuk bëhet fjalë vetëm për një problematik. Komisioni ka filluar me punën, po shqyrtohen dokumentet. Ne po hym në fazën e evaluimit dhe presim që raporti i komisionit të dorëzohet qytetit të Shkupit këtë muaj. Ekoaktivistët që ishin sot para Drissllës paralajmëruan se kjo protestë e shkurtër sot ishte vetëm paralajmërim për institucionet. Nëse nuk shohin veprim më të vendosur, do të bllokojnë edhe rrugë.